Fëmia, e pastër sikur pika e lotit, e vendosur mbi yjet më të bukura të qiellit. Kur fillon paparazia mes njerëzve? Në atë moment kur njeriu lind. Kush fëmijë i një familje të pasur e kush të varfër, kush punëtor është të thjesht e kush intelektualësh. E cili është faji i fëmijës në çështjen e paparazisë? Nga vetë ekzistenca e paparazisë në mes njerëzve, gjëgjësisht robërive të Zotit, fillon edukimi i fëmijës. Cili edukim? Edukimi mosmirnjohjes dhe xhelozisë. Tani më njerëzit e lanë edukimin e nevojshëm, edukimin e duhur për fëmijët e tyre, nga se vuduk jashtë modës. Fëmia është burim i asaj çka ka mbjellur prindi dhe gjithë i rënjes që ka ujitur mësuesi. Mësues. Këpucë të lagura, gishterin të ngrirë nga i ftohti, këmbë të plagosura nga kurezat e maleve, malesh e lisash që lëshoheshin nga paltot e lagura deri në xhep, kollitje e thatë por zë i ëmbël, gjaket e lagur por shpirti ngrohtë, gishterin të ngrirë por duar të ngrohta me aromë shkumësi të përfunduar. Këto ishin mësuesit e vërtet që nuk hezitonin të ngjiteshin maj maleve për t'ja mësuar një shkronjë të vetme, qoftë edhe një nxënësi të vetëm. Mësues që i orientonin nxënësit fëmijët ka rruga e drejtë. Këto ishin heronjt e vërtet. Ato nuk voziteshin me makina luksoze, ato nuk kishin taka e vathe që në këtë mënyrë të bëheshin shembuj për fëmijët. Ato kishin duar të përlyera, gishterin të vrarë e shpirtra besimtarësh. Ato nuk dëshironin që të ishin të pavdekshëm, por fëmijët e tyre, nxënësit e tyre, po. Mësimdhënia e tyre mund të mos paguhej, s'prishte punë për ta. Qëllimi i tyre ishte të lejnë pas një rini të fortë, që kanë mbijetuar nga luftrat e njepasnjëshme të paarsimuarive të fortë. Rini e cila nuk do të friksohet të nxjerrë zë kur bëhet padrejtësi, e që kur nuk do të orientohet në punë të liga e në padrejtësi. Përderisa shpirti është i dobët në dituri, çdo bi ka një trup dhe një fytyrë e shëndosh. Mes luftrave që bëhen në botë për t'i larguar fëmijët nga e drejta, prindërit zgjedhin të qëndrojnë neutral. Prindërit me të vërtet janë hija e fëmijëve. Në rast se dituria në shpirtin e fëmijës spardet e shndrohet në dritë, ajo hije humb, e në rast se mosdeturia e rësohet e shndrohet në natë, ajo hije qëndron gjithnjë pas fëmijës. Për atë shkak, çdo kush duhet t'ia jep hakun profesionit, përgjegjësisë së tij, sepse errësira është e bukur, deri atëherë kur del drita.